Kosova pret Turqinë në ndeshjen më të rëndësishme të historisë së saj. E pranuar nga FIFA në vitin 2016, pra 10 vite më parë, synon kualifikimin e parë ndonjëherë në një turne të madh që është Kupa e Botës. Pas fitores 3-4 në Slovaki, dardanët janë vetëm një hap larg ëndrrës së madhe. Në këtë video do të tregojmë 4 fakte që duhet i dini para ndeshjes Kosovë-Turqi. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Kosova nuk ka fituar kurrë kundër Turqisë. Janë zhvilluar 3 ndeshje dhe të treja janë humbje. Ndeshja e parë në vitin 2014 në një miqësore, ku Turqia fitoi ndaj Kosovës me rezultatin 6-1. Ndeshja e dytë në vitin 2016 për kualifikuesit e botrorit, ku Turqia fitoi 2-0. Në ndeshja e kthimit një vit më vonë në vitin 2017, Turqia fitoi 1-4. Siç e tham, ndeshja e parë mes tyre u luajt në vitin 2014, kur Kosova sapo kishte formuar kombëtaren e saj dhe akoma nuk ishte njohur nga FIFA, shumë vende refuzonin të luanin përballë saj. Por Turqia pranoi ftesën e Kosovës dhe zhvilloi ndeshjen si një shenjë solidariteti dhe besimi të futbollit përtej politikës. Kosova në stadiumin Fadil Vokri nuk ka pësuar humbje që nga shtatori i vitit 2024. E ka qenë humbja në ndeshjen kundër Rumanisë me rezultatin 0-3. Që nga kjo humbje janë luajtur 8 ndeshje në Fadil Vokri, ku dardanët kanë 6 fitore dhe 2 barazime. Vlera e skuadrës së Turqisë sipas Transfermarkt është rreth 4 herë më e madhe se ajo e Kosovës. Vlera e lojtarëve të Kosovës vlerësohet 114 milion euro, ndërsa e Turqisë 440 milion euro. Lojtari me vlerën më të lartë e Kosovës është Fisnik Astani me 30 milion euro, ndërsa për Turqinë është Arda Güler me 80 milion euro. Një moment historik për Kosovën. Një fitore në këtë përballje mund ta dërgonte ekipit drejt një arritje të madhe, kualifikimi në Kupën e Botës 2026. Me formën aktuale dhe besimin në rritje, Kosova ka shansin të shkruajë histori dhe të dëshmojë forcën në një skenë më të madhe dhe të na bënte të gjithëve krenar. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.